Është mbajtur për 2 ditë me radhë në komunën Shishtavec të Kukësit kampionati i skive në të cilin kanë marrë pjesë 7 ekipe me skiatorë të gjitha moshave. Në këtë kampionat që u organizua nga komuna Shishtavec dhe Këshilli i Qarkut Kukës, banorët e së cilës i njehen për trashëgimin e këtij sporti brez pas brezi, drejtuesit vendor kanë shprehur mbështetjen e tyre për sportin e skive duke premtuar se do të ndërtohet një infrastrukturë e duhur për mbajtjen në Shishtavec të kampionateve kombëtare dhe ndërkombëtare të skive. Është një aktivitet që organizohet rreth resurseve dhe rreth gjithë nismave dhe atyre çfarë ne arrit vit pas viti në zhvillimin e turizmit malor në Shishtavec. Realizohet një ndër kampionatet më të mira në Shqipëri, kuptohet, për të mos thënë me më nivel se kampionati kombëtar. Do të jetë kampionati ndoshta i fundit, aktiviteti i fundit në këtë tilla kushte, që pavarësisht që pista është kushte optimale, por vitën e ardhshme mendojmë që këtu të vendoset një lifting, një makinë bore, me qëllim të bëhet një pistë me parametra kombëtar, me qëllim që të zhvillojmë kampionatin kombëtar të skive në Shishtavec, ku të marrin pjesë ndoshta edhe skiatorë nga Kosova, edhe nga Maqedonia, ku edhe konfirmimet për katëse kemi. Kampionati i skive në Shishtavec është ndjekur jo vetëm nga banorët e zonës, por edhe nga qindra skiatorë të Shqipërisë, Kosovës, si dhe mjaft turistë vendas dhe të huaj. Kampionati i skive u organizua në pistën natyrore të Shishtavecit në lartësitë e gurit të mëngjesit, 1700 metër mbi nivelin e detit.